Nëse jeni mbi 65 vjeç, shmangni konsumin e këtij lloji të djathit. Nuk mundet që ta mohosh se sa do i ri të dukesh ose të ndihesh, plakja vjen me sfidat e veta, dhe kjo mund të nënkuptojë fillimin e ndryshimeve të rëndësishme në aspektin e mirëqenies, përfshirë këtu edhe regjimin tuaj ushqimor. Në veçanti njerëzit mbi 65 vjeç kanë një rrezik më të lartë të elmimit nga ushqimi. Ekspertët e shëndetit shpjegojnë se kjo ndodh sepse ndërsa plakja me sistemet dhe organet nuk i njohin dhe nuk i luftojnë në mikrobet e dëmshme ashtu si dikur. Kjo i bën të moshuarit më të prekshëm ndaj sëmundjeve ushqimore, përfshirë infeksionet e shkaktuara nga salmonela, Escherichia coli e të tjera. Por cili është lloji i djathit që duhet të shmanget? Ekspertët paralajmërojnë në veçanti disa lloje të djathrave të butë që mund të shkaktojnë elmime të ushqimit. Gjithashtu, edhe në këtë grup futen edhe djathrat e mykur. Djathrat e mykur në këtë kategori nuk duhet të konsumohen pasi shkaktojnë edhe probleme me imunitetin.